shpesh kundërshtarët tonë të këtyre partive më të vjetra politike janë përpjekur të na ndalin. Por ndryshimi nuk mund të ndalet, sepse lëvizja nuk mund të ndaloj. Besimi dhe vota e qytetarëve nuk mund të mohohet. Dëshira juaj për përparim nuk mund të stopohet. E provuan, siç e dim, në vitin 2020, dështuan pak muaj më pas. Po e provojnë edhe si vjetë në vitin 2025, do të dështojnë sërish. S'na ndalin do të nderuar qytetar. Jo pse ne jemi të fortë, por për shkak se ne jemi të drejtë. S'na ndalin dot jo pse ne jemi të ashpër, por për shkak se jemi të arsyeshëm. Jo pse ne jemi me gjokë se me muskuj, por pse jemi me zemër dhe me mendje. Ne jemi si ju, duam një Kosovë që zhvillohet me drejtësi, duam një shtet që funksionon për popullin e vet. Duam një qeveri që punon për gjithë, e sot po e hapim këtë fushat për zgjedhje lokale dhe unë jam këtu qysh në fillim për të thënë një mesazh të qartë e kryesor. Jemi lodhur nga komunat dembele. Duam komuna që sjellin modernizim, zhvillim, mirëqenie, pastërti e siguri. Ka ardhur momenti që qeverisja e mirë, qeverisja e kujdesshme, qeverisja e cila dëgjon qytetarin të shtrihet edhe në nivel lokal.